sa më shumë adhurim të ketë një familje, aq më shumë bekim, aq më shumë melajke, aq më shumë mirësi. Domethënë adhurimi i Zotit, përveç se kënaq Zotin, përveç se na bën që të fitojmë xhenetin, përveç se na bën që të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit, na bën edhe jetën tonë të lumtur. Ajeti, domethënë shumë i qartë, men amila salihan min dhakarin untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Cili do që është besimtar ose besimtare dhe bën vepra të mira, mashkull ose femër qoftë, do t'i sigurojmë atij një jetë të lumtur në këtë botë. Pra është ajeti shumë i thellë dhe shumë i qartë. Për këtë arsye, për çdo lloj situate që mund të ketë në familje, zgjidhja më e mirë kush është afrimi me Zotin. Unë nganjëherë, kur bëj nikah, marr me vete një sixhade. Edhe them dhurata ime për çiftin është kjo sixhadja. Ju do të pyesni për çfarë është kjo sixhadja. Sa herë që të ketë diçka mes tyre apo diçka që nuk shkon në shtëpi, çuni apo goca, pra dhëndre apo nusja, të falin namaz. Sepse namazi do t'i kthjellojë, namazi do t'i orientojë. Pra sa më afër Zotit, aq më larg shejtanit. Sa më larg shejtanit, aq më të unifikuar dhe afër njëri tjetrit. Pra ka të bëjë shumë kjo pjesa, do thonë pjesa e adhurimit të Zotit, sepse Zoti e ka bërë ta tillë, sa më afër Zotit, aq më e lumtur bëhet jeta. Pra është ajeti shumë i qartë dhe shumë i kthjellët që domethënë e tregon këtë gjë. Për këtë arsye domethënë çifti sa më adhurues të jetë ndaj Allahut xhel xhelaluhu, aq më lart është ndaj kotësive të kësaj bote. Aq më pak i vlerëson, le të themi, mosplotësimin e gjërave të kësaj bote, sepse është diku tjetër, e ka prekjen diku tjetër, e ka qetësinë diku tjetër. Dimension tjetër. Kështu që nuk merret me vogëlsina, nuk merret me gjëra koti, pra sepse lumturinë e sheh diku tjetër, bekimin e sheh diku tjetër.